Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet më të fundit se çfarë në fakt po ndodhen në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Natën e sonte e kemi parë pak Selinën të emocionuar, e kemi parë Selinën të përlotur. Tani për 3 muaj me radh brenda kësaj shtëpie, Selina nuk ka qenë e përlotur. Selina ka qenë një nga banorët më të forta, Selina ka qenë një nga banorët më entuziaste, Selina ka qenë një nga banorët që ka luajtur lojën dhe ka bërë që në atë shtëpi të përflitet dhe të përmendet jashtëzakonisht shumë. Domethënë ka qenë, le ta themi, ka qenë kryefjala e këtij Big Brotherit. Unë do ta quaj Selinën kryefjalën e Big Brotherit. Pas sfidës që vllau i madh ka bërë brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, ku erdhi një lajm në fakt që Gimbo është arrestuar, duke e mbrojtur sfidën dhe duke qenë e qëndrueshme, Selin e ka nxjerrë me lot këtë momentin, domethënë e ka përjetuar shumë keq këtë gjën. Tani ka patur edhe nga këto komentet përse Selina nuk i theu rregullat. Më thënë është ky komenti që bëhet më së shumti. Tani Selin nuk është që nuk i theu rregullat, por edhe sikur ta thyente rregullin Selina, nuk mundeshte që ta hedhë në tokë lojën, sepse vllau i madh përsëri nuk do t'i sillte ndonjë informacion. Do me thënë, Selina sado që të thyente rregullat, sado që të qante, sado që të luftonte, sado që të, do me thënë, që të gjëmonte brenda asaj shtëpie, e kishte të kotë, sepse vllau i madh dha vetëm një mini informacion, do me thënë dha vetëm një gjë të vogël. Unë mendoj që Selin e ka shumë të vështirë ta luajë lojën brenda pa Gimbon, sepse të qëndrosh brenda atyre mureve dhe të mos kesh një krah ku ti të mbështetesh me dashuri, do me thënë kjo e bën që Selin të jetë pak më e dobët emocionalisht. Nuk e kam parë në fakt Selinën kaq të dobët emocionalisht, por çuditërisht në atë moment edhe Miri nuk ishte në gjendje të mirë emocionale dhe filluan këto hamendësimet se çfarë po ndodh mes tyre, a ka një lloj kimie, a ka një lloj emocioni mes Mirit edhe Selin. Unë të them të drejtën, shoh një lloj urrejtje që Selina ka krijuar tek Miri. Nuk shoh emocion unë në raportin Selina dhe Miri, por shoh një urrejtje shumë të madhe. Unë mendoj që Selina arriti ta kuptonte që Miri ka ndryshuar krejtësisht pllakën, ndoshta për Selinën Miri ka nxjerrë fytyrën e tij të vërtet, ka nxjerrë imazhin e tij të vërtet dhe tani ajo ka krijuar një lloj urrejtje. Selina është e dashuruar te Gimbo, sepse po të mos ishte e dashuruar nuk do të kishte këto mimika, nuk do të kishte këto emocione, nuk do të kishte këto ndjesi, do me thënë është e dashuruar te Gimbo dhe e shoh këtë gjën. Ndërsa tek Miri, e shoh që Miri nuk po e largon fare Selinën nga mendja, mundohet që të futet në muhabet, por gjithsesi Selina është shumë e qartë me atë se çfarë don ajo të arrijë nga ky Big Brother. Tani si do të jenë ditët për Selinën në vazhdim, a do të ketë ndonjë reagim, a do të ketë ndonjë mërzitje më tej, këtë do ta shohim, por e shoh që Selina është shumë e emocionuar dhe dëshiron me patjetër që të kupton se si qëndron puna me Gimbon. Tani të gjithë ju që doni Selinën, unë do kisha dashur që të bëni një drone dhe t'ja nisni Selinës në Big Brother, që Selin ta kupton që është në rregull gjithçka me Gimbon, por domethënë kanë qenë ato lajmet që qarkulluan për burgimin të mundshëm të Gimbos, por e shoh Selinën pak të vetme.